Kuvendit të Kosovës i kanë mbetur edhe 22 ditë afat për zgjedhjen e presidentit të ri në vend. Për këtë çështje, të hënën krejt e partive politike kanë rinisur serinë e takimeve për këtë qëllim. Kryetari i Vetëvendosjes Albin Kurti është takuar me të parin e LDK-s Lumir Abdxhiku. Derisa kriza institucionale po vazhdon, kryetaria e Kuvendit të Kosovës, Albulena Haxhiu, ka marrë ushtrimin e detyrës së presidentes nga Vjosa Osmani. Haxhiu ka bërë thirrje që sa më shpejt të ketë një zgjidhje për çështjen e presidentit. I bëj thirrje grupeve parlamentare, deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës që sa më parë të ketë një zgjidhje për çështjen e presidentit. Le t'i lënë anash inatet, dallimet politike, le t'i vazhdojnë ato pasi që ta kryejnë këtë obligim kushtetues. Sipas një vendimi të gjykatës së kushtetuese, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë afatet që deri 28 prill të zgjedhin presidentin e ri të vendit. Lëvizja Vetëvendosje në zgjedhjet e fundit të 28 dhjetorit ka fituar mbi 51% të votave.